ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor bonusin e plot të fundvitit, duke filluar nga janari, do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, bazuar mbi logjikën e bonusit për mbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, pensioni urban me vitet e plota të punës do të shkojë në 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm do të shkojë mesatarisht në 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural do të shkojë në 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar do të shkojë në 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot, dhe pensioni i invaliditetit do të shkojë në 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Pensioni urban në vitet e plota të punës do të rritet me 1.800 lekë të reja. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet me 800 lekë të reja, pensioni rural do të rritet me 1.000 lekë të reja, pensioni familjar me 700 lekë të reja dhe pensioni i invaliditetit me 600 lekë të reja. Tani, në vitet në vijim, projekcioni financiar dhe i dakordsuar në të gjithë procesin e buxhetimit do të jetë me shifra të dyfishuara për secilën kategori në 2027, të 3 fishuara në 2028, të 4 fishuara në 2029 dhe pastaj të 5 fishuara në 2030. Projekt buxheti 2026 ka dhe një rritje të rëndësishme kur do të rritet paga minimale për 307.850 punonjës të regjistruar në shtet apo në privat që do të marrin 500 euro. Rritja e pagës minimale në 500 euro, që do të thot me ligj, askush nuk do të ketë një pagë më të ulët se kaq në Republikën e Shqipërisë, nuk do të jetë rritja e fundit e pagës minimale, por vetëm e para, sepse gjatë mandatit të 4 paga minimale do të arrijë siç e kemi premtuar në 700 euro. Dhe jo vetëm kaq, por siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për 9 muajt e parë me 90 milion euro edhe shtesën e kostos sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat që përsëris do të kenë një pagë minimale 500 euro. Po ashtu, rritja e re e pagave e përshkon projekt buxhetin 2026 për 10.600 punonjës, shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, që do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj, ndërkohë që për specialistë administratës publike rritja do të jetë 5.000 lekë të reja në muaj, për mësuesit rritja do të jetë 3.000 lekë të reja më shumë në muaj, për herë të parë në sektorin shëndetësisë do të ketë përveç indeksimit vjetor, dhe më lejoni ta theksoj që për herë të parë për të gjithë punonjësit në sektorin publik do të hyjë praktika e indeksimit vjetor të pagës në bazë të inflacionit, ndërsa në sektorin shëndetësisë përveç këtij indeksimi do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, që do të thotë në terma konkret që paga mesatare për mjekët e përgjithshëm nga 131.700 lekë do të shkojë në 143.500 lekë të reja në muaj. Për mjekët në spitale nga 174.000 lekë në 186.000 lekë të reja në muaj, për infermierët nga 87.000 lekë në 92.000 lekë e 500 në muaj, dhe po ashtu shumë e rëndësishme për punonjësit e policisë shtetit, përveç indeksimit, do të ketë rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradët më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lekë të reja në muaj. E thënë ndryshe, për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjeshtë, nga 80.500 lekë të reja
në 84.500 lekë të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit që çon pagën mesatarisht në 100.000 lekë të reja.